E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të ndarë bashkarish një video që në fakt është shumë virale në rrjetet sociale dhe shumë po flitet për këtë video. Sot jetojmë në një kohë ku inteligjenca artificiale është avancuar aq shumë, sa që është në gjendje që të bëj çdo gjë dhe të duket më shumë se reale. Kur them më shumë se reale, do me thënë të ekzistojnë njerëz që ta besojnë dhe të kërkojnë që produksioni të ndërmerr masa dhe në shtëpi të sjellën një zarf të zi. Për çfarë flas konkretisht? Një video është shkëputur nga videot të Big Brother, ku Rogerti do me thënë duket që është duke qëndruar në obor, e ka bërë që publiku do me thënë të ngre dyshime se a ka nxjerrë Rogerti telefon nga xhepi. Rogerti e nxjerra një telefon nga xhepi, e drejton nga kamera edhe fillon të buzëqesh. Tani, ka njerëz të cilët e besojnë këtë gjë, do me thënë që kanë kërkuar nga produksioni të merren masa, të bëhet drejtësia, jo të do me thënë ngjarja të jetë në këtë nivel. Por e vërteta e kësaj është kjo që kjo video është e punuar me inteligjencën artificiale dhe është një shpifje. Do me thënë, Rogerti brenda shtëpisë së Big Brotherit nuk ka patur kur telefon dhe nuk ka përdorur kur telefon. Të gjitha këto që do me thënë përfliten apo janë si fjalë lart edhe poshtë për një mundësi të mundshme që Rogerti ka patur një telefon brenda shtëpisë, janë hamendësime. Do me thënë, videoja është e rigjeneruar me inteligjencën artificiale që Rogerti të duket sikur po e nxjerrë një telefon nga xhepi i tij. Është me të vërtetë shumë reale dhe të çon të besosh që Rogerti vërtet ka patur telefon në xhep. Por realisht kjo nuk është një gjë e vërtetë, do me thënë, Rogerti nuk ka telefon në shtëpi. Është i njëjti rikthim, është e njëjta ngjarje në fakt, siç po bëhet edhe me Mirin që po fliteshte që mund të ketë një telefon brenda shtëpisë, kështu që mos të kërkojmë më kot një zarf të zi.